Specialistët e Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor në Korçë vijojnë kontrollet dhe monitorimet në qendrat shëndetësore për të verifikuar nivelin e vaksinimit tek fëmijët, një proces i rëndësishëm për mbrojtjen e shëndetit të tyre dhe parandalimin e sëmundjeve infektive. Sipas kryevaktsinatores Fjoral Badhima, vaksinimi mbetet një nga mënyrat më efikase për të mbrojtur fëmijët nga sëmundje të rrezikshme, ndërsa kontrollet e kryera nga Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor tregojnë se në përgjithësi, fëmijët në qarkun e Korçës i kanë kryer vaksinat sipas kalendarit të detyrueshëm. Në bashkëpunim me shkollat, kopshtet dhe të gjitha institucionet arsimore është bërë kontrolli i të gjitha certifikatave të vaksinimit të fëmijëve aktual në shkolla dhe ku qëndrojnë mangëzitë janë lënë detyra për të aplikuar vaksinën ose për të risjellë certifikatën e re me vaksinën e aplikuar. Dhima shton se procesi i vaksinimit monitorohet vazhdimisht përmes kartelave shëndetësore dhe bashkëpunimit me prindrit, me qëllim evidentimin në kohë të rasteve kur vaksinat mungojnë apo shtyhen. Shumë janë stepjet e prindërve nga çfarë lexojnë në internet. Kemi arritur që një pjesë të mirë të atyre fëmijëve t'i vaksinojmë. Bashkëpunojmë me qendrën shëndetësore, një grup i përbërë nga unë dhe disa kolegë të tjerë, vëmë dhe bisedojmë me prindrit për të bërë sqarimin që prindrit të arrijnë të kuptojnë që lidhja e vaksinës me autizmin nuk është. Mjekët apelojnë që prindrit të tregojnë kujdes dhe të respektojnë kalendarin e vaksinimit, pasi imunizimi jo vetëm mbron fëmijët individualisht, por ndihmon edhe në mbrojtjen e komunitetit nga përhapja e sëmundjeve infektive.